Di qa ka një problem, ky po mori datën e antarësimit në BE, pastaj filmi mbaroi. Ja kalon me metë? Nuk të ikën më. Ai s'ka nevojë të bëj fushat elektorale. Ai atë po kërkon që 2027 mbyll negociatat dhe të marrë datën e hyrjes Shqipëria dhe Malizi dhe pastaj nuk ka më fushat elektorale në Shqipëri dhe nuk do ketë më opozitë. Do vinë vërdall me atë paçaportën nga Shkodra deri në Saran. Po. Trego dhe Cila është marrëdhënia jote me Edi Ramën? Unë edhe para një javë Sali Berisha më akuzoi prapë që shkrimet e mia i bën Edi Rama, por unë kam takuar njërë në tokë edhe një në ajër. Një në tokë dhe një në ajër? Po, kemi mësuar nga Vjena në Tiranë, rastisëm, edhe i thash mos na ka vënë në një bombë, jo, më tha, mo ty të mbron NATO, tha. Edhe i risluar, edhe ndori i palestinë. Të cilën viti e takuar? 2016. Do ishe kryeministër turizmi. Po, edhe mbaj mend që po lexonte, i kisha në krah, të vuri një palë syza rumbullake dhe unë i thash me shaka se atëherë nëna vet ishte gjallë, ja ke marrë anetës dhe mbaj mend mbrapa me. Shife, ha? Po, mbrapa me ishte i risluar rasti që për çuditje me prekut e supit, thash mos i fol kryeministri ashtu. Imagjino servilizëm edhe lart në ajër. I risin e dua se kam bazë pedagoge, kështu që është e vetëm. Dhe ajo në tokë, se prit tregove në ajër, po në tokë? Në tokë në Londër, në vitin 95, ishim të një shtëpi një fotografe shqiptaro-britanike, dhe ishim disa njerëz pa lidhje, po që ishim shqiptar. Një prej këtyre ishte Edi Rama që kishte nga Parisi. Në cilin vit? 95. 95. Dhe po ky është rasti i parë. Po hanim dreg dhe mbaruam edhe ulën gjithsecili dhe thot e zonjë e shtëpisë, mund të çosh të lash pjatën sepse nuk jenë në Shqipëri, diçka e tillë. Mbaj mend që u ndjen në sikletë, u çua dhe e lau. Po. Ke parasysh se të gjithë mbaruam dhe do lajm, se nuk është si Big Brother që vola janë pjatat të gjithë. Se ti e le? Po, dhe unë jetën time s'kam larë një pjatë, se isha fëmija i vogël. Aty i lava, man. Po, doja të mos pija alkool. Tani imagjinoj se si mund të kesh larë. Ishte shtëpia më Dembele, po më ishte thonë që ka akoma më shtëpi më Dembele. Tani më thuaj 3 cilësitë më të mira të Edi Ramës dhe 3 cilësitë që ti s'ja pëlqen. E para njerë ka filluar periudhën e delirimit dhe me çfarë shoh nuk dëgjoj më njëri. Ishte bërë ekspert i arkitekturës, i artit, i politikës, i pushtetit lokal, i gjithçka. Dhe unë njihet kjo, besoj se ti ke analizuar më mirë liderët politik, kështu që ai ishte drejt ai ishte me dron tani, nuk s'para. Me dron, ëh? Po. Por më pëlqen se radhe fushata ka gjetur fabull të bukur. Për bufin? Kalla 4. Për bufin 1 dhe çohet që në orën 8 të mëngjesit flet me njerëzit dhe kontrollova ka sile ndjes Facebookun e Lulit, të Salës, edhe unë kam kontrolluar. Ka diferencë shumë më. Është ndër të parët që çohet edhe ka. Po jo dhe shikueshmëria. Po, është një nga dhe ka lënë pa punë edhe blogerët. Mbaj mend kam qenë në një lokal afër Leskovikut, nuk po e zë emrin, pra arsye reklame, dhe sapo e kishin hapur, dhe u them si me shaka që, ore, gjeni anën e Edi Ramës, tua promovoj, bëj një video. Këtu dhe, unë da thash fjalën dhe ika, dhe kthem mbas një viti, gjej lokalin plot. Dhe më bëri përshtypje, i them, qa ka bërë vaki? Ore, tha, na ndori Edi Rama lokalin në Facebooku në vetë, dhe të besoj, tha, një impakt i frikshëm. Pra, edhe në aspektin social, edhe kulturor, edhe promovus, ka rrjetet sociale. Edhe këto janë të mira dhe këqija të Rama, se nuk i renditë me numra, po. E keqja më e madhe është që ka prodhuar 3 qeveri hajdute dhe debati më i madh në zgjedhjet e 11 majit është ne do kemi përballë 2 skuadra. E ke parasysh konkurse me Pavlin Amanin, me Shkati, me Shpejti. Ne kemi Për gjithë ata që nuk e dinë se për shkak të moshës, se në mosha ime, moshe Bledi dhe mend, Pavlin Amani aktor e madh dhe kishte një emision për fëmijë ditë diel në RTS, sakt Shpejt bukur dhe 2 skuadra përballë njëra tjetrës me lojra, me pyetje, me quizze. Është fëmijëria jonë. Po, jemi rritur me të. Fëmijëria kulturuar, pa TikTok, po u bëm këta që jemi. Dhe kemi përballë në 11 maj, këdo votoni, pyetja, hajdutët apo vrasit? Pra kemi një parti që ka Kush janë hajdutët? Socialistët, pra kemi partisët e Partia Demokratike, ke Sali Berishën dhe Fatmir Mediun, apo jo, kemi kemi një parti socialiste që ka bërë namin
në vjedhje të parave dhe fondeve publike, kemi dhe një parti demokratike që ende s'ka kërkuar falje për krimet kundër njerëzimit që ka bërë. Pra, kjo do jetë dilema e madhe 11 majit. Kam simpati për Belindën, jo sepse kërceu të dielën, hajde moj fjera keja, por ta mendosh që Belinda vjen nga një ish familje bloku, që u masakruan pasaj në internim, dhe jetë asaj në emigracion, dhe shikoj është një femër energjike të paktën në punët publike, po lëgjurëm. Me atë shpejtësinë e breshkës, por të paktën duke menduar që... Si përgjigjesh atyre që atë që ndodhi Erion Velis lidhet me zonjën Balluku? Tani na doli që ai pseudonimi Nesi Angonit nuk ishte i Belindës. Po i kujt ishte? Ishte produkti i vetë Spakut, kështu që nejse të jemi koshient, lufta brenda llojit është lufta më e poshtër. Në PS ndodh kjo? Ti shiko Tiranën, fushat elektorale, nuk po bën njeri me PD-n. Po si po bën? Me njëri tjetrin? Po patjetër. E di si tha Armonela Felaj? Po pyet Erion Braçi. Jo, shoh që jemi tha motrasimi në fushat. Po ta përmendje. Ata janë kështu të hanë të gjallë një tjetrin edhe për një vot. Ata zihen pse ke vajtur ti te lokali i lagjes time. Sa e burr kjo, a? Po. I di Rama këto, i di shoku... Po të thash pra, ai shikon me dron tani dhe kënaqet, e ke parasysh? Ku të kush Ciklopi e shikonte te Odiseja më duket, njerëzit në dera, u kthyen në dera se s'po më kujtohet tani nga mitologjia. Te Odiseja. Po ke parasysh, kënaqësia është kur... Ka një ministër që t'je vlerëson e spikat pozitivisht? Ky i mbrojtjes më zhdukur paragjykohet në fillim për moshën, po e shikoj që është një... Jo, i ka një karrierë teknike shumë të mirë. Ministri i jashtëm për shembull, Igli? Mos gaboj, vllai i Erbanit. Edhe vetë ka qenë gazetar. Po e shikoj që është një njerëz që punon pa të zhurmën tipike promovuese dhe i shkon diplomacia. Është një djalë zotni, do thoshe, se burr ndoshta ministrin e brendshëm nuk e di vëlla, kur zgjohet nga gjumi na njoftoni. Sa therës që je, sa therës. Ministri i financave as se kemi dëgjuar. Më pëlqen ministri i drejtësisë, pavarësisht sulmeve të forta që ka marrë. Më pëlqen sepse un kam eksperjenca të lidhura me prokurorët, pafund, se kam qenë 3 në burg. Edhe nuk është ai prokurori. Po, jo, në raport me... Edhe kanë qenë 1 muaj dhe 4 muaj, po kur mendoj këta të tjerë që futen e nuk dalin, ajo pasaporta ime falsa më bën krenar për të cilin jam akuzuar. E shikoj që ka dalë nga suaza prokurori dhe është një njeri që të paktën edhe raporti me gazetarët. E ka shumë të mirë. Po, e ke vënë edhe? Jo, unë e njoh personalisht. Ogeta është një burokrate domosdoshme në atë qeveri, ditë dhe kopësisi punët. Albana më surprizoi kësaj radhe, sepse ka marrë një ministri e cila është e frikshme, jo vetëm nga emri, por edhe nga skandalet që ka prodhuar dhe shqyqyr zoti... Pse të ka surprizuar? Dëgjoj, gjeti një ministri me skandalin e pacientëve të tumoreve. E ke parasysh? Gjeti një ministri me një urgjencë që ishte përuruar dhe ishte djegur transformatore, nuk e di që ishte bërë, edhe është një vajzë që, po ta vëshe, Edi 1, Belinda 2, Ogerta 3, Albana 4, Gonxhe 5, tjetër kush është, janë dora e vjetër e bashkisë legjendare të Edi Ramës. Dhe me këta e nisi karrierën politike dhe me një pjesë për këtyre do ta përfundoj. Pra, janë njerëzit më të besuar të Ramës, njerëzit që bëri revolucionin në Tiranë. Bashkë, po. Edhe Lali Erin e vlerësojmë pavarësisht se ku ndjen tani, po për punët e mira që ka bërë, por atë që ka bërë Bashkia e Ramës në vitet 2000, ti ke qenë gazetar atëherë dhe shikoj që kjo gjë nuk vjen diskutim. Nga një Tiranë gri e frikshme, e mbamën se ti ku ishe në Amerikë. Jo, bëjë kështë kioska në mes Tiranës, se arë ishe në Amerikë dhe unë jam kthyer kur kthesha njërë me aeroplan, edhe duke, e ke parasysh që vinte rreth Tiranës, nuk e di çfarë fluturimi ishte, Alitalia mos gaboj, dhe Tirana duke si një pulë e rrjepur, ke parasysh dhe nga larg. Ishte një ose sidomos po të vije natën, shikoje ishuj drita, ishte ca drita këtu, pastaj një rrugë që ishte pa drita. Një semafor. Ku kam parë unë në Amerikë semafor që ishin me zë, tani kalojnë njerëzit, tani kalojnë makinat. Me këtë intervistë do thonë Rolandi e ble, na pagoi Rama Sorosi. Po. Tani, cili ministër nuk duhet ta kishte?
më ka mbetur mendja sinqerisht njeriu që nuk tha gjysmë llafe për arrestimin e Erion Veliajt. Mazniku? Kam bërë një status më burneshu tregua Çilieta Xhilaka se sa Mazniku. Duhet ta bënte. Patjetër, në fund të ditës. Te neve Klod Lalës i qelluan me kallash te shtëpia, gjithsecili bëri një status, e morën në telefon. Pa diskutim, unë kam bërë status. E kam marrë në telefon, e kam takuar dhe e kam një lloj suporti moral se kjo ishte. Më duket një frikacak si djalë, nuk e di mund të jetë produktiv, po që kush është ky? Angjëlli. Pse u shërua Angjëlli? Po shërua po tha zoti se e them me kështu me ironik ta ndokat. Por ca thonë që ishte fshehur, ca thonë. Ja, ishte spital, tha kryeministri nuk mund gënjej kryeministri për atë gjë, tani të lutem. Më ka surprizuar Gonxha njëkohësisht, është ministri që e kisha në intervistë po aty, ku ke qenë ti? Po para po pas para Gjingjon. Po shkon duhet ta disinfektor. Dgjoj, Gonxha më ka pëlqyer një herë sepse e sulmonte Jeta Shqep, ky portali i diet nga këto gjavënësit dhe ky që replikonte. Dhe më pëlqeu sepse po prisja reagimin, e kishe faktuar për një shkrim të tyre dhe nuk pash më Jeta Shqep dhe vazhdonte. Dhe e pyet sa miqtë e mi, kjo është strategjia e tij që çdo lloj fake news-i që publikohet për institucionin do ta ballafaqohet dhe do nxjerrë të vërtetat. Dhe më pëlqen kjo mënyrë komunikimi, se në përgjithësi ke frikacak, ti njeh shumë mirë, ke parasysh futin njerëz, hiqja të shkrim, po çpate me mua, ose hajde çan deri do, më kupton? Më pëlqen ballafaqimi, ndoshta është për rrugë të gjatë, se di. E ke fjalën që mund të jetë kryetar bashkie? Kandidat për kryetar bashkie Tiranës? Tani mund të kemi edhe një zëvendës kryeministër, ndoshta mund të kemi një qeveri me 2 zëvendës kryeministër me intensitetin që do marri. Tani zëvendës kryeministër tani nuk është se ka një ministria është portofoli më i rëndësishëm. Se Zoja Balluku, okej, po si ministri infrastrukturës si jep? Thoshim Niko Peleshin pse e solli nga Korça, pse se la rehat aty në Korçën e bukur, dhe Niko bënte gjithë punën kur ishte zëvendës kryeministër. Ka parasysh? E kam parasysh. Foto tjetër? Ta lëm Ramën të rrjetet sociale dhe punën ta bëjnë. Dëgjoj shpesh njerëz që thonë çfarë energjie ka ky burr. Ka bledi. Dhe i bëra një shkrim sepse po analizoj një ditë, e nxjerr Liria te dera e shtëpisë. Dhe njofton bodyguardin por dhe Liria shtyp ashensorin, zero. E merr ashensorin. E zbret poshtë e pret bodyguardi, e ke qenë te rrugës së Salës dhe nga hyrja e pallatit është 30 pllaka hipermakinë. Tani shtëpia e Salës nga PD-ja ne dim sa është. Është një 300 metra, e marrin, e çojnë. E çon te Boris Shupi del. Ta kam lexuar, Floriana Garo e merr. Del dhe muli, e ulin aty, i vën mikrofonat dhe pudrat çeve dhe fillon shan. Shau, e merr e njëjta situatë e morë çon. Tani ku është energjia? Energjia që ai bën me kilometra të tëra në breg të detit, për shembull në verë, në mal. Bënde se tani e kanë sekuestruar vilën. Po mirë, tani është 81 vjeç. Babai im Ahmet Mane ka qenë sekretar partie dhe shef arsimi dhe është kthyer përsëri në përmet, është 87 vjeç. Çohet në mëngjes dhe shkon te Baça dhe te Vreshti, prodhon dhe raki. Domethënë është një njeri që lexon, është stërgjysh dhe është aktiv në kuptimin fizik. Tani të dalësh ti dëshash gjithë dynjan ulur, ja më vën mua një kamerë 24 orë, dëshaj gjithë dynjan, thon çfarë energjie që ka. Ke një gjë kështu të veçantë ndaj Berishës sepse gjithmonë e ke fitur. Çfarë? Ne kemi jetuar. Ke një arsye? Ne kemi jetuar të dy në qytete të vogla, që kishte raste nëpërmjet nëse vinte një familje me origjinë nga Veriu, ne vraponim të parët për ta bërë shok ose shoqe dhe ne dashuroheshim me theksin Shkodran, Tropo janë përmet kishte familje oficerë që vinin. Dhe më duke të kishte një shok nga Veriu ose shoqe ishte një lloj statusi. Në ka arë familje Piro Bibës nga Puka, mos gaboj, dhe kur flisin ata gjuhën e tyre ose erdhi një familje nga Shkodra, ne i shikonim të suggestiononte. Domethënë deri në vitet 90, 91, domethënë një dashuri, unë kam qenë antar i Forumit Rinor të PD-s, kishim Bardhë Saman. Të PD-s, po. Dhe isha i dashuruar me Veriun. Do të që 5 vitet e para ky burr këtu ky mbolli për çarjen. Dhe kjo është një nga ato arsye që unë personalisht si një qytetar. Ti vetë personalisht ke pasoja, ke gjëra? Mirë, kërcënimi pastaj ne ja kemi marrë dorën, po është
është njeri që për çfarë. Jo, nga Berisha vetë them unë. Dhe mos haro 97-ën Përmeti. Ti ke historinë e Përmetit. Aty ke qenë Bledi? Jo, isha në Londër, por më kanë treguar njerëzit e familje. U bë bërthama e shikasve. Domthon rekrutoi njerëz nga veriu për të luftuar në jug. Dhe nuk ka dalë një ditë vetëm të thotë ej shqiptarët e mi. 97-a ashtu ishim, domethënë për momentin politikanë. A i gjen një cilësi pozitive Sali Berishës? Thonë që ka një memorie të fortë. Po jo thonë, unë po them ç'a mendon ti? Po, qeverisja 2005-2008. Po, kopi i famshëm. Bravo. Emra të rinj. Ai e ka kuptuar tani, do ta bëj, po është tepër vonë. Dhe ajo çfarë nuk më pëlqen tek Sala, që ka qenë armiku. Ti ka qenë gazetarët e famshme e koha jon, apo jo? Ka qenë armiku numër 1 i shtypit dhe pavarësisht se i ka riparuar ato, po përsëri në vetvete e shikoj që ka të lloj hakmarrje. Jo se po mbu Ramën. Rama në fund të ditës mund të të kapi nga faqja ose mund të të poshtrojë me një batut, por nuk të vjen njeri te dera e shtëpisë. Thuaj për Ramën çfarë të duash? Hajde filloj me shajmin e tani. Ramën, Lindën, Olcin, djalin, më kupton? Sa ky në vetvete poshtë lëkurës ka të hakmarrjen primitive që nuk i falë njeriu me kaq njeriu që janë hapur dyert. Çfarë do ta kishte Sali Berishën kaq aftë ta intervistoj, se ti je gazetar. Thonë në tavolinë është krejt tjetër. Është po jo, çfarë do t'i thoshe? Për herë të parë unë kam takuar Sali Berishën Ridvan Peshkëpia, kryetari i forumit rinor të PD. Dhe deputet. Na ka çuar tek ka qenë gusht i 91-shit. Na ka çuar tek zyra, PD-ja ka qenë afër lagjes tonë, ku është sot klinika italiane te rrugë e Kavajës, dhe mbaj mend katin e dytë, një zyrë e madhe që shikonte nga obori, dhe mbaj mend makinën e faksit. Ishte, ke parasysh, ato ishte ndoshta me metra, dhe zgjadha kokën e një ishte, kisha nga Hungaria, mos gaboj, Dear Sal, që jepni një lloj, anglisht e ime atëherë ishte shumë e vakët, dhe mbaj mend që na priti, pastaj domethënë vetëm ti thoshi që ti je nga filan qytet dhe pastaj fillonte, domethënë e dinte çfarë kishte ndodhur në Përmet, për shembull dega sa antar kishte, çfarë problematike, domethënë memoria e tij ishte admirueshme, por problemi është që nuk po e bën atë parti demokratike shtëpinë e fytyrave të reja. Sepse po të shkosh dhe listat e mbyllura, sot kemi Albanën, Flamurin, djalin e Fariut. Unë doja të paktën një vajzë ose një djalë që të thoshte njerëzve që siç po futen këta te kjo derë e vogël sot, por nesër kjo derë do t'i heqim dhe ca. Dhe këtë do t'i thoshe që doktor këtu se ke mirë? Patjetër, unë e kuptoj që çfarë graviteti ka pushteti dhe çfarë vëmendje, po njeri që shpritur me tapet kuq në shtëpinë e bardhë, në NATO, në BE, tani nuk e di çfarë kërkon, tani të marri atë Elon Musk dhe të fluturojnë të dy në hapësirë, se si ka mbetur gjë tjetër. Dhe ajo që nuk e falet është nëse kemi familjen e njohur greke, familjet Papandreou dhe Mitsotakis, trashëgimtarët lënë për dëshiruar. Jo, po ata janë politik, do të jemi korrekt. Kus janë politik? Jo, e doja të ishin. E doja të ishin, se mendova. Ti je gazetar, po edhe historian. Që nga Ismail Qemali e deri tek Edi Rama, pinjollët e këtyre nuk kanë lënë gjuhë. Pas ke kapur këtë, bravo, qeve shumë këtë. I njeh fëmijët njerit të Ismail Qemalit? Jo, ata u munduan të bënë diçka, po s'bën as do të. Mbreti Zog? Asi. Ja, zgjeta ime djalën e Yllkës, imagjino. Enverit, si pamgje, Shokut Ramiz, vetëm djalime me çeu bashkimi një shkrimtar që tonë në Spanjë. Nuk pati aktivitet politik. Gregu, fëmijët e Salës. Mos bëhet zao, si isha e parrulla në Shkodër? Zao ik. Zao ik, sa ta filluan protestët.